9.713 emigrantë shqiptarë kanë hyrë në Greqi gjatë këtij viti me qëllim vendet e Europës perëndimore. Shifra është publikuar nga Zyra Ndërkombëtare e Migracionit, e cila ka bërë një studim për origjinën e emigrantëve që kanë hyrë në Greqi dhe Itali, si dy vendet me numrin më të madh të klandestinëve. Sipas këtij studimi, pjesa më e madhe e atyre që hyn në Greqi nëpërmjet Turqisë kanë origjinë siriane, nga Afganistani, Pakistani dhe Iraku, kurse origjina atyre që hyn në Itali, kryesisht nga brigjet libiane, është nga Eritrea, Nigeria, Somalia, nga Sudani dhe Siria. Presidenti i Ekzekutivit të Bashkimit Evropian bëri thirrje për zhvendosjen emergjente në 28 vendet e Unionit të 120.000 klandestinëve. Britania, Danimarka dhe Irlanda nuk janë të detyruara ligjërisht, por kanë të drejtë fakultative që të marrin pjesë ose jo në strehimin e tyre, kurse Italia, Greqia dhe Hungaria janë të përjashtuara për shkak të numrit të lartë të emigrantëve të strehuar në këto vende. Presidenti i Komisionit, Jean-Claude Juncker, tha të mërkurën se 500.000 emigrantë besohet të kenë mbërritur nga janari 2015 dhe deri tani. Ky është plani i shpërndarjes së 160.000 refugjatëve në vendet e Bashkimit Evropian, nëse këto të fundit do të pajtohen me planin e ri. Në Austri do strehohen 4.853 klandestin, Belgjika 5.228, Bullgaria 2.172, Kroacia 1.811, Qipro 447, Republika Çeke 4.306, Estonia 1.111, Finlanda 3.190, Franca 30.783, Gjermania 40.206, Letonia 1.023, Lituania 1.283, Luksemburgu 808, Malta 425, Holanda 9.261, Polonia 11.946, Portugalia 4.775, Rumania 6.351, Slovakia 2.287, Slovenia 1.126, Spanja 19.219, Suedia 5.838 klandestin.